shinin si një moment shumë krenarie, edhe të lavdit që aje ka përcjell këtë mesazh edhe atë, do me thënë që nuk i ka lëshu armët nga dora në asnjë moment, nga pjesa e trupit edhe ku ishin gjetur ato prej ekipeve atje. Besoj shumë në storje emocionuese, drithruese. Kom komenta, beson. Asha zotë nuk po kom komenta. Shkëlqejnë vaksita. Kjo është diçka që njerëz të ja harrojnë edhe nuk dinë më me kuptu se s'po më jas me mdal fjalë pasha zotën. Është diçka që na nuk bën kur me harru edhe nuk duhet me u harru. Është diçka që njerëz kanë hek këtu me vite, kanë hek që me ardhë kjo Kosovë që është tash, edhe njerëz mi pa tash që nuk e vlerësojnë, nuk po di. Faleminderit shumë prej familjes juaj, faleminderit shumë aspari prej gjyshit, që duhet mundi të njëjtën krenar që tash mu kur po flitet për dikon se ai mune po rrënqethna e lemo pendi muj me vrejt krenarin që mund me pas ju si familje komplet. Po, absolutisht, sidomos për neve fëmijëve që nuk kemi arrit që me taku, pavarësisht emocionit edhe momentit drithrues. Them drejtën se ka qenë shumë moment i rënd edhe me po, teksa është kry zhvarrimi, ma shumë, unë për vete personalisht kam një krenari, momentin që kam po me uniforme dhe kam di që në mesin e familjarve kemi pas trima si aj, edhe plus asaj që edhe babi është veteran realisht, edhe njihet zona ku unë banoj për njerës që ka pas shumë trima, po që të pakten 2 antarë të familjes pa tjetër që kanë qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe që Agji realisht e ka zëvendësu pjesën e universitetit edhe studimeve me armë për me mbrojt atë dheun, pasi ka qenë studenti fakultetit ekonomik, që ka qenë edhe gënjeshtra që ja ka thonë gjyshës realisht, nanës vetë para se mu nisë në luft, ka thonë që me më përgatit ma shumë buk, me idenë që du të mjë qua edhe ushtarve të tjerë, se unë ka më shku në studime, për shkak se është frigu prej asaj se si mundet me prit gjyshja këtë moment, edhe që kuptohet që ka qenë një organizim shumë i mirë i tyre që me i dalë zëtat dheut. Qysh e ka prit gjysha më pas, sepse nuk e di nëse gjysha sa duket nuk jeton më? Jo, nuk jeton, e ka prit shumë keq, emocionalisht, po pas një kohë shumë gjatë. Gjatë kohës kur ka kuptu që është trupi i tij ai i cili është identifiku atje, nuk ka qajtë për asnjë moment vetëm. Edhe këto e tregojnë gjithë familjarët, edhe babi, edhe hallat, tregojnë që janë çudit me mënyrën që ajo e ka prit këtë mesazh, edhe fjalët e saj kanë qenë se unë ju kam juve, unë e di që ai ka shku për juve, kështu që kaq mjafton mu që me kanë e qetë. Ka pas momente që edhe na e kemi pa ma të emocionume, ma të rëndume emocionalisht, por që në fakt më shumë ka pas krenari, edhe kjo t'jep një shpresë se si njerëzit vetë se i kanë përjetu këto momente. Amaneti i saj ka qenë me u varros ofër Agjit, kanë qenë shumë ofër, edhe këto pak ka qenë edhe dilema se a me tërhek apo jo, por pavarësisht ka mbet plakata aty, nuk është dëmtu i gjithë varri, edhe po besoj që edhe ajo i shkon në rregull nëse i shkon gjallë që me u varros me bashkëluftëtarët e tjerë. Ju thatë për gjyshin që nuk e ka përjetuar emocionalisht mirë, sigurisht, por cili ka qenë mesazhi i tij gjatë këtyre ditëve? Ai, do me thonë, gjithsej ndoshta mundemi me i numrut kanë qenë 3 lotë që i ka derdhë, pavarësisht që i kemi pa që gjatë tënë kohës ka qenë i përlotun, edhe ka qenë që mesazhi i tij ka qenë që unë jam shumë krenar që ju kam juve, ai ka shku që ju me qenë të suksesshëm, edhe ju me mujtë me jetu në liri, kështu që unë nuk du m'ju pa juve të mërzitun për asnjë moment, sepse ai ka kontribu që ju me qenë tash të lirë edhe me pas suksese që unë i gëzoj me nipat edhe mesat e mia. Edhe na jemi shumë të lumtur që të kemi në mesin tonë, Altjana. Është kënaqësi me punu me vajza që vijnë nga një familje, sikurse familja Zogaj, dhe me një farë mënyre edhe je duke dhënë kontribut